Përshëndetje të gjithëve, jeni me emisionin Mrena Jashtë. Është emisioni ku sa mendon që jena shumë mrena. Kena i fillit, në fakt ne jena shumë jashtë. Po bashkë kur dokum që jena jashtë dhe jena tu mërdhi. Ne jena tu knajtë se jena shumë mrena. Me mua sot në studio është një aktor i super njohur nga Kosova. Jemi shumë krenar me të. Është bërë i famshëm sidomos për rolet e tij në seriale komike, komedi komike. Ai konsiderohet si një nga përfaqësuesit e brezit të ri të aktorëve që e kanë ndërtu karrierën në periudhën moderne të industrisë së filmit. Po e thoj moderne tash, po nejse. Filloi me Amadorën, Zonjusha, Diamanti, Adnan Kafazi, janë disa prej projekteve ku ka qenë pjesë e rëndësishme. Shon shpesh, po këtë ja merrnin çato kuota. Me mua në studio, Muhamet Arifi. Ku ne jetu i full, vaj? Ajo është me mu, që kjo me ty. E po tani vështimi që jetu i kallëzu dikëna... Po, Los Populos. Unë nisa pak Los Populos. pas sigur të dhe kam ne kanë mas shpine. Ai që dosh me pas mas shpine, s'është këtu heq. Kështu që e përshëndesim për zamërsisht. Thuaj këtu trem katastrofi, veç thuaj. Trem katastrofi, po di kush jeves më falë. Po du me fillu me një pyetje, se e di që ndoshta nuk i ke numëru, po mund është me pas parafërsisht një numër. Prej kur ja ka nis fara e flisht, deri tash. Sa herë ke shajta edhe? Ja, se di olla njëre, ja shkukun. Baj tash llogarete, na i kena që t'javë shkan 173 nëse s'ka bëj epizod. 173-ës është mja shtim mrena epizodës, më thonë ka 2-3 më të shajta, herë 173, shumë i vjetë. Bëjnë që aty në llogari shpejt, 173 herë 15, se me matematikë se masone ka kolli, disa të bënë të llogarin, vesh një parafërsisht kështu. 2600. Nuk është najsan, nuk është. Jo, s'është najsan, apësha, se këtë me një s'është, nuk është, abden, është normale. 2600 herë, unë shaj veç për i shpis dhe i punë, në kërë. Abeden. S'ka ka numër shumë i madhë, zi që e keni botë madhë edhe ju. Roli është që Liridoni është jashtëzakonisht i dashur për publikun. Mu m'pëlqen për vete kur e merr këtë pjesën serioze edhe ju kallëzon që Liridoni nuk është vetëm një person i cili qysh me qit në fjalë ma të buta që në jetën, nuk është vetëm një person që në jetën, po është edhe një person i cili e din çka të ndodh rreth tij. Po vetë vendos që me lujt qatë rol. Ndodh ndonjëherë për shembull me po pjesën e Muhamedit të Liridoni me thonë, inshallah se marrën vesh të shtëpisë që pak jam si shky. Adin që është... Nuk muj me thonë, do me thonë, aktorin përgjithësi, çdo personazh që e krijon, domosdoshmërisht, fa fjale e gotë, dush me marrë diçka pe vetës tonë, abden. Dush me marrë diçka, dush me pas një pjesë diçka. Qa kom të Liridoni pjesës tem s'po kallëzoj, po ka diçka, jo në përgjithësi kajt. Liridoni është një njëri i keq, është njëri poshtër, është njëri smart, po është njëri shumë i keq. Është tipik ase shqiptare që me bo me pas pushtet të shkelin vetë. Tipik është ashtu, do me thonë. Liridoni me bo me pas pushtet, do me thonë nuk llogarit për insan. Edhe në është i poshtër, pse do njerëz Liridonin, për shkak se njerëz në përgjithësi jena të prinun me dash të keqen. Për shembull, shumë sene se shpesh e kallëzojnë, shumë sene për shembull që ai flasun, njerëz kanë qef mi thonë edhe mi boq ato sene. Po s'kan guxim. Jo guxim, po edhe nuk mujnë se nështë i guximin e kam, po dyqysh nuk është normale, për shembull nuk është normale me tash kur e shohin te Liridoni e zgjojnë vetëm, apo sidomos të sjellja me femna që a bën Liridoni, mund e ku shkën, këtë kanë qenë moshkujt me a bo qështu femna, edhe të shtaj tani e dojnë, qështu edhe femnat për shembull, edhe femnat e pëlqejnë për shkak se është i keq. Të keqen e do njeri, se është ashtu, është vetë i prinur si natyrë, me dash të keqen. Pse pra nuk bosh të e pa edhe reagimin e publikut të një personazh që është i krijuar, është fiktiv, çka të nalë ty ose qysh mundesh me bo që atë vijnë e hollë që përbe mos dalë edhe unë të bona i keq, të shkon në herë menja be bona be qëtash i keq se... Nuk rregullat e jetës
edhe të ekranit dallojnë shumë. Dhe mund është mu silë si lirëdojnë në një normale, zë të vroj njerës krejt për një veta, ne. O, zdo, du më vish 24 orë e shabu si lirëdojnë. Unë është, dhe së mund është me, nuk mu se lirëdojnë në lirëdojnë, është të cimal, është tëtë, s'ka, a më gojën e ka, i rënohut goja. E ke kry fakultetin e aktrimit. Po kallëzëm prej asaj periudhës që ke studiu, pra gjatë studimeve, cilën e ke mendu ma shpesh prej këtyne dyjave? Ku është qaja sora që me piti met, me arë këtu, të shkojtja familjen, apo, kur si dijet më në njerë, vynë me dhez njeri, cilën menim e ke pas ma shpesh? Edhe në qysh, kjo si pun, unë e kom dash si fmi, po kur s'kom guxu me kallëzu. Unë e kom dash gjithë, edhe ne kom një mërë në vej, për s'kom guxu me kallëzu, se u kone pa imaginushme dhe pa besushme, për mu, unë me dalë në televizor, no f***way, man. Se të kanë thonë tjerta, pse i ke thonë vetës? Edhe vetës i kom thonë se vetë si tip, ju më konë shumë i qetë, ju më konë tepër i urtë, ju më konë asë që kur më ka folë dikush, ju më kuqë. Edhe u konë, me thonë dikujna, dhe më unë shpeshe për meni, kur ka marrë vesh doja em, që me i ti bëshkën aktrim, ku që e kom di që s'kam ju sena ideale. Apo kuptoj se që është u konë, edhe nuk konë, se me i ti edhe është i urtë brajs. Në aktrim, du të me konë... Mu qartë me bërtite me. Dëshushe e kom dash si punë gjithë, normalisht gjatë studime ki periuda që për e me thuj, që hem ka lypjen e këto, vla, abeden. Që hem ka lypjen e këto, që hem për këtë punë, po jenë sene që jenë normale, edhe në kamen, po për nëryshe, si punën e dushëm edhe punoj me shumë pasjen. Du me thonë, nash ka dorë zoti kem edhe punë tjera, bizniset tjera edhe, po pusham të puna serialet unë e bëj me shumë pasjen. Edhe pse fitimet nuk janë nkrahasim me bizneset tjera që kem nuk janë fitime, do të thonë që fiton komedi capi arsye pune, çdo mos që të kohë që ka ra është një farë krize, punë prap një punoj për shkak se ajo punohet me dashni, punohet me pasjen, a vjen. Po nëse për shembull tash po du më lidh me sto. Nëse për shembull në anën tjetër nuk shekon financiarisht stabil, a mendon që i shkon një rrugë që i kishe njek për magat? Pyetje interesant, nuk e di njëri. Nuk e di se... Nashti me... Nashti isha mësu me jetu me qatë... O, veç jetu i ra rreth e rreth, as për dënë që me thonë jo. Besom njëri që nashti... Nuk e di, po është për një me, se tash për t'inglej shumë patetik, po për një me o punë që e du për një me. E du shumë, e du kuptimin që në shumë, për shumë që të epizod që shkajnë nuk jam konë, se kesh në them, kesh në Suedi, edhe tash normalisht të tani në shkajnë montajë, merna me asë, edhe i posh dë farë dëtaj, epizoda kesh shumë e mirë, edhe i posh dë farë dëtaj e njëri, kitë epizodën veç një skenë kene detaj dhe mund që më pengoj te për shumë, lujta për mende. Lujta së s'gudzën me ti ka i sanë. Nuk gudzën me ti ka i sanë. Nuk ishtë diçka, se për tjerë për shumë, kërë diskutova, se tani u shkujta në grupë, se ju thash gjithë ka e një amatera, u qarë, da këtë lujta. Po, që së është nuk vërejtë që, po, s'gudzën hes me ndodha. Jënë dhe si sanë për shumë që... Qëtin me menu, asne? Kretë kritikojnë që jam pak e ashpër në si sanë, se edhin, kër e dënë një punë njëri, kër e dënë shumë tani ki qef më munu qatë së din me bo më perfekcion. Perfekcion, a vedin. Se nështë ta publiku nuk e vërejnë ato, nështë ta, vedin. Suksesi është e detajet. Absolut. Unë për shumë, para një 2 epizoda shkua në gjerim, shkua në montaj, edhe këshyra epizodën, e këshyra asë një fjallë nuk e fojla, njëri hitë së më pëlqej. Gjarë për heq nuk më pëlqej, dësh lujta për mende. Thash për mu, si producent, thash kjo epizod nuk del. Nuk shkon. Po tash kam edhe 2 partnera tjerë dhe normalisht ata ja vendosën përgjithësi me qitë epizodët. Njëna për epizoda ma të folën është njëri. është njëna për epizoda ma të folën. Edhe mu më ka ndodhë që ke shumë shpesh. Kur s'kom dasht hish me qitë një epizod, që o merë ma mëti me satirë, laj me satirës. E bëjsha tekstin, por nuk isha zgjidhje tjetër, se nuk isha epizod tjetër me gjiru. Edhe thesha, kjo është boll shqip. Adem, veç me mujt mos me qitë, po isha i detyru me qitë. Mas shumë t'i vjuza. Ka njerë me konë... Edhe shpesh më ka ndodhë që kisa. Me konë vetë kritik, ka njerë është tepër mirë, po në qësi raste mas ne thu, qysh mi abo në vazhdim se ta huq, ketë barabarin ta huq. Po du me të pyt, si komedian, unë preferona si komedian edhe mos të thash të vetit, unë është ashtu të preferona,
A është ma vështirë me i bu njerëz me kesh, apo me i bind që nuk jeti të njëjtën fani, nuk jeti edhe të e prit autobusin fani, nuk jeti në komunë fani. Cila është ma vështirë? Ma vështirë është që tjetra. Me dyta, me e para që e dyta. Edhe mi bën njerëz me kesh është shumë zor i madh. Normal. Është tepër zor. Njëri te din sa të bën, mua më pëlqen shumë për që ty në lajmë të përcjell dhe gjithë. Shumë më vështirë njerëz, do të më kon shumë serioz për me shtiti kon me kesh. Po flas, më bë komedi të hajre, të mendit mirë, apo jo komedi që dhe ke profesori jonë Ndir Enver Petrov se dhe ke gisht. Mishti njerëz me kesh, apo sa kallaj, apo ajo është kallaj. Po mishti njerëz me një tekst, me një domethënë kam njërin për skena me njërin për personazhet laureatën, vjen mu taku me të dhe ja bën thot, ajo i thot, apo më shesh ta sy thot kur nic kemi po. Ja afro lërdon e thot, tu pas kanë zvoglu, edhe se përpara i ke pas pak më. Çfarë idiotësinë është? Si tekst është shumë super idiot. Domethënë, po njerëzit kanë dek këtu kesh. Është zor njëri me mërime. Normal. Është shumë zor se po flas, a më bë gega, më bë komedi, ishte me bë komedi të bërtit. E ke po. Domethënë momentin që s'din çka më fol veçanisë. Ka. A vjen është zor. A për mi bind njerëz se ti si non stop fani, është alo më zor për shembull se ai mishnohet me ty njëri dhe të shah non stop edhe ai mendon se ti je gjithashtu. Ata ai nuk e din se ti je njëri dhe ti ke probleme. Po normal. Edhe ti shohësh sabah, tu ka dështu një projekt që atje, ka se të nis dita se të qosh, ti çesh si tang, veç se shet telefonin, domethënë që tu ka boll lug. Edhe su bile stash kur sa kanë su non stop në telefon me punë, me sa me të humor. Kur u ktheva se kesh me një djalë dajes bashkë. Kur u kthim pe thirrën telefon, mas sunë mas një ditë thash apo shoh. Po thot ti tha ora ato edhe se kanë të dalmet. Do po tash më ka bërë rutinë kjo po. Normal. Më ka bërë rutinë. Më ka bërë rutinë se ama është shumë keq. Që është privilegj kjo mas pari puna që e kiti e ka mone puna që me shti njerëz me kesh është sani ma i mirë në botë që mujna me bo. Po më doke që ka ardhë pika ku nuk mundesh me lëshu pe. Pa tjetër dosh me munu me lujt. Të paktën që ato 2 minuta që i pa njofshmi që t'afrohet me një diçka dosh me lujt edhe që ato pak me abo qefin. Une e pata një problem e kish lonë zëtnia kerrin qash kesh. So që unë u dasht kerrin tem me dal jashtë me ngushtu, adin që me mujt me kalu. Edhe për shkak zotnin, edhe bjave, bashkë qëto tekstualisht. Normal, e majta vetën, se thësha me bu, me njofta në i sen, thët qërë kjo. Thash, qush be zotnin, thash po t'vje marrë, thash qërë be ku e ke lonë, thash po pak kënd, pa di me tarë kesh be për thash tjerë që kalojnë këtë, edhe fola, unë dzeva fola, edhe të ngone, kisha kry, qështu. Edhe veç ma ka bëndit. Ajo dhina, po, qka i e ti, qka i, edhe veç vazhdoj, kështë që e lash krejt. s'ki qa i bënë njëre, vëdhem. S'ki qa i bënë. Nëse kishe pas me zgjedh, nëse kishe pas mundësi me zgjedh, një rol ma dramatik, ma që dosh me kajt pak e dosh me lujt seriozin, ama që e din që t'bjen çmime, ama përpara e kështë lujt këtë rol, apo një rol qysh e ki komik, që njerëz të citojnë gati në baza ditore. Qërë njëre, aktore, te Se aktore. akajte në më dhujme shtë pyetje. Jo, shumë bitë një kurs mi ka po, a din qa problemi njëre, aktore na shkollën e kryna për dramë. Shkolla kryet për dramë, për teatr, për që rolet, do më ti e mësën dramën i farë mënyre. Unë edhe sëd, që të ke profesori jonë Loanja dhe ke se cilët e ke kjena 5 minuta njetë, të ke une halaj për e 5 minuta. Po flasëm për Loanjana dhe njëra të folë për... Sa ma 5 minuta që... A e të kuptu njëre, dhe më na jena të folë për Al Pacino në Kosovës, edhe a i thotë unë halaj për e 5 minuta. Dhe më thonë, gjithmonë e jetë aktori ka qef me pas një rol që do më thonë ka mu folë për të. Kjo është e mirë, për shumë kjo që e bojmë na është e mirë, do më thonë je tip komercial, njojnë këtë njerëz, i ki shumë letësi me njëjtë, për shembull pështon për shumë dënime, për shembull, edhe nuk përat na për kofina, edhe një kitë farë privilegje shumë. Po e pas një rol, që dhe të bjen, do më thonë një dramë, një arsimen që dhe të bjen çmime sana, ajo është me përmbushat egon e aktorit që e kia, dhe është diçka që
Me e para që e para, du më thonë se Absolutisht. Edhe në ato 5 minutat profesorit tonë, na loj pres. Po, unë s'po kuptoj, në 5 minuta ai që 10 vjet është top, po ne tash se kanë vështrimi i njerit apo kupton. Ke përjetu edhe momente vështirat personale nuk e dyshoj si secili njeri. Po atë ndihmon që ato momente aktrimi për shembull me i përpunu që ato emocione edhe dyshysh me thonë prit diçka se une edhe në para kamerës kur dal e luj të shqetësuarin. Kështu që masi tash jam i shqetësum pe luj të qetësuarin. Atë ndodh me shti Muhamedin aktor pak në kësi raste ma serioze në familje komplet. Absolutisht. Na në shkollë mësojna kujtesën emocionale. Do se ti nuk mundesh në robota, nuk jem me prek një pull nëse kaja, veç mundesh njëri. Dush më përgatit, dush me përgatit vetëm psikikisht, për shembull për një pjesë, unë e kom pas te serialit e fara thoj se kom pas të farë monologu që fol me Han. Ajo po të bësh shumë viral, oj Han, ju me të veç bla bla bla. Ka qenë një tekst pak komik, po ka qenë ma shumë shpirtnor, unë qatë kohë kisha periudhën kur më pa ndrujet nana, edhe normal kujtesa emocionale, e thirë kujtesa emocionale, realisht unë fëlqa me Han, po fëlqa me nan, edhe njëre tani e bëhet virale se është shpirtnor, është diçka për një me. E që si raste, për shumë janë raste që ti e thirë kujtesën emocionale për një sen të caktum, për shumë, ndoshta s'është mundet me ndodhë, për shumë sa një njëtë që të ka ndodhë njëtë me pas edhe në skenë, e tani veç e thirë kujtesën emocionale, e lyp ku e ke se emocion, edhe e bën, abdin. Po. Prafërsisht që aty je me emocion, edhe tani për publikun e del. E kështu njëtë reale kur të bën, a s'nihesh mas një pak, po ma nëj s'nihesh keq. Po çka fjala vetëm që po më kujtohesh, a s'nihesh pak keq mas një që e ke lujt të shqetësumin kur dash me kon i qetësumi, nëse po më kupton? Po jo njerëz, më çfarë? Se thu pak bona hilesh të shtina profesionin. Po fol pe jetës reale në kështu? Jo, po foli pe aktrimit në jetë reale, për shembull me përdor aktrimin në raport. Është problem. Është problem se aktor me përdor pe aktrimit në jetë reale. Kështu se shpesh ma bojnë njerëz edhe nëse ti aktor e lu, s'mundesh me lujt në jetë reale njëri. Çfarë be? S'mundesh sa është emocion për një me. Apo kupton? Ti mundesh mu majt. Po. Edhe mundesh mu majt sa ne mu shtërngu pak vetën ase, po është problem me lujt një jetë reale, apëtë se kur lunë një jetë reale ti jetë rajt. Apëtë ne une është... Po, se e une mas shumë t'im bote u rej ranën. Apëtë une u rej ranën njëri. Ma mirë kalzëm drejt më ftyrë. O krejt qatë kam une ma mirë të thëmë më ftyrë. Sysh është njëse, këtë e dim. Unë të kalzën, unë të rej, pse? Se rana i bjen këtë sarën të këshia. Po dhe? Një mas. Krejt i bjen sarën, nëse ti e rënës, këtë sarën të këshia i ki masë asojna. Kur je gatshëm ti me rajt dikon, unë ka një herë kur e menoj shpesh tëm, shumë do kanë llogari me rajt njerëz, du të me mojt men më adres. Edhe unë e shqetësane Apo dush me mojt men në njëri. Edhe unë e shqetësane me në gjithë. Dush me mojt në men, do më thonë që jetu rajt, i ka lëzën drini diçka danga, dhe jetu e rajt totalisht. Dush me mojt men. Ma shumë e ngarkon që ashtu trunë. Apo disa është fan ngarkes është ajo. E jo, është e kundërta mundet me ndodh, pe jetës reale me këtyn aktrim. Si emocion, a pe aktrimi kështu është problem. Për mua problem, nuk e di. Jo, besoj që ish dash me konë për krejt, se tash ai pak i bjen me konë psikopat, aty të aktru një jetë reale. Exactly. Po ka lejtë një pjesë që shumë po folët kohëve të fundit. Për menimin tam, komedia, largoj e farën e flisht, largoj disa persona, disa individ që e majnë aktrimin jo vetëm, por edhe komedinë e majnë në nivelin që e kënash mas pari personin që e bën, mas nej edhe publikun. Po sot pak u bastardu që ka quajmë komedi. Po mdo këta sot njerëz të vlerësojnë ma shumë një aktor për sa shera i ka, për sa komente i ka, se sa për një talent që vrejet ashtë pa pas nevojë me egzaminu njerin. Njerë kjo është një punë që na jena të diskutu, do më thonë që është tash prami që ma lartë, se prami Alban Zogjanin e diskutum që të puna, që unë i thëmë këtyne që të flama, jem bot do flama, dhe do gripa, që për të dhejzë me një TikTok, me një diçka sane, edhe e kam prish edhe tregun, edhe është prish gjithë s'ka, unë prapë thëmë edhe s'kam kur gjërë nësë ata
Absolutisht Nëse hajnë buk ti, ha Po buk. njeri ti puna, merre den po puna, inshallah Zotit t'jep tënat, po është prisht rregull si aktor njeri, apo ti për shembull neve komplet si far, nuk është se kemi pas oferta na për me bu TikTok asane. Kemi pas shumë, është tash tek s'ka një javë ditë që më thënë prap, po s'kemi bu njeri, pse? Jo pse është sa një keq, ajo është tepër e mirë. Po çmimet që shpijapin njeri, për neve janë out of nonsense, man. Po. Abden. Na bojna, po të na dush me pagu shumë njëre, abden. Dush me pagu se na kena një karierë që kena ndërtu, dhe me nuk është që fëllës që nuk na nje kush jem, edhe nuk me dalën e ty me qmimet. Abden ato se për mua është reklam. Po, normal. Une jam total një punë benzinit. Ja, kjo pumpa benzinit e ka naftën më të lirën. Po. Ja, një mushoni. Po. Njëre që punë benzinit të shfrytzu ftyrën tem. Po. Dush me pagu për Edhe bile ju vjen mërzime vëmë ju thonë ai sa për sa kemi përdor. Atë më abuna një farë kontrate që 6 muaj përdore, mas 6 muaj zguzon. Çdo shpesh për shembull më thënë për një reklam, i thom çikash, thonë me ki për 1 vjet, po 6 muaj ki drejt me përdor. Çai të thon. Vllazko 1 vjet ti kur dush shoje, 6 muaj ki me përdor. 6 muaj në ditën e çes në gjë. Po se dush me bë recharge. Ti llogarit o vllati nëse smunesh ti. A ki e ke marketingun mi dhon as po. Çka këto e u bë? Jo, po ju koknisht shtrajt, po vëllai vllazko në Ne kam arsye. Po jo, po. A veden nuk mojën e 20 vjet karrierë që kena bo, tash marr me ta rrit ty brendin, për çka? Po do të shumë paguni. Se a ki bërsh më nëzë, as po kulturë ta, që ja ke pos bërsh që atë euforia. Janë katastrofë. A veden, është prish tregu, është pase pak po... Apo më kallëzën, qysh kishë reagu Muhamedi sot, nëse ish këthy, edhe kish pa Muhamedin e Vockët, tu i fillu studimet, Muhamedin që i vjen marrë me folje, me ketë, qa i kështë thonë një 2 lafe kështu më anash. Ati mas pari aji normal që i shoku, që i thuj pejta armës, a vden, pa mja ka veshën mja bungëm, vish një 2 lafe i kam, për në vazhdim. Sëmë kësha po sanë me thonë, mi ka një sanë në parë. Do më probleme më të madh njetë që kum pas, unë jem djallë as drejtë, atë jem vesh një djallë me 2 motra, unë e vlas kum pas, në djenjën e vllaut nuk e kum di qësh është. Edhe probleme më të mëdha në jetë i kum pas mu që unë i kum konsideru këtë dostat vllazni. Edhe kur ma kanë ngull njëre, për mu kanë shok. Kur ma s'ku mujt me besu, do qysh mëre, do njënë për rastas për përmeni, kur o pato më rok me një shok shumë të mirë, edhe kur ma ka hi boks nuk më isha me besu që ka ma he njëre. Pasha zotin sy e këshur se me ta bo dren, ma hine mëre. Pasha zotin, ma hine mëre a bësha. Nuk më isha me handle njëri. A veden, e për mu konë që kjo. Qa i kisha thonë, i kisha thonë qëto që më shqibë se ata e në vishë dosta. Edhe dyta. Edhe i kisha thonë që... Përnej, sa një kryesor që më nej. Se në besimin të njerës të kom pas shumë të madhë, që mu më ka njetë, si mu më nej që mu ka pjekë shumë aja, po... që kjo konë sa një kryesor tjetra, i kisha thonë që mos t'vjen marrë për njerëzve. Kushit nuk janë ata në krasi me ty. Se sot për shkak mu më thënë ka njerë shumë njerëz dhe sana më thonë që je shumë egoist. Unë i thëmë nuk jam egoist, unë jam egocentrik, halo majzia. Pse? Se njëherë jam mune ta njeni jo. Te une, njëherë jam mune, se unë e respektoj vetën tem. Nëse unë nuk e respektoj vetën tem, unë s'ku me mujt me të respektu ty. Absolut. Po që ata t'kanë ndollë nashta edhe që ato senet me dosta. Exactly, se se ku me respektu vetën. Do me thonë unë e moj men 18-19 vjetë, e moj men si periud që nuk e disha kush jam. Kjo e ndodh ketin e gjera, man. Po, unë e kom pas pak marrën se kisha qef mu bo dhe si Drini, edhe si aj, edhe si kjo, se kitë më pëlqeshin do dëtoje, veç vete nuk e disha, do më thonë, e shpesh kër e bëj mua bet, se të gota një lexojsh edhe psikologjishëm, thësha e keni marrë në herë vetën me ullë për para, me full me të. Mu më ka ndodhë 2 ditë, unë si më dalë për dhome, ku më full me vetën tem, edhe se që ka ndodhë me këto, ka ndodhë me një citat të Freudi që e shë, që kjo më ka bu mu me, më ka këfil në ashta me nej njetë në qatë vakt, se Freudi me një vend thot, na, thot jem, si karakteri jem që ta fëmi, të vegjelve që jem rritë, dhe më njëta cene i kemë. Qa ndodhë, e ves, kur e lexoj që cenune, e ves në në temë thash, a më i kalëzën dhe detaje, kur im koni vogël, që ka kom bo, edhe anis mi kalëzën. Njona për tyne, që shmi spjegon, anë e më kalëzën që qendra e vëmendjes. Si fëmi, dhe më qendrën e vëmendjes e kom bos. Edhe shoh që tash për shembull, unë do të pas qendrën e vëmendjes. Sot pjesë e karakterit është. Edhe që kom që më fëmia veç më i rritur. Veç i rritëm. Aha, okay, gjeta. Vazhdojmë veç vazhdojmë njërin çat. Nice. Pra do të njerëz më shumë me fol me veten. Me veten, njerëz do të më marr me veten,
Kushdo që je, nëse je vetë jote njerëz kanë më dashur. Definitivisht. Kushdo që je, morën kofsh njëri ma se na katonari më këtë po flas katonar në kuptimin në këtë asarë të den o çaj je ti. Çaj. Vesh respect yourself. Edhe do të thonë njerëz kanë më dashur vetë se është instinkt e më dashur. Se ti je, për ne më je. A si të mundosh ti më bë dikush tjetër? Ja, U kry, nuk doj njerëz. Nëse e kështë kriju një serial, tu bazu në jetën tane reale, krejt prej fillimit. A e kështë lullzu pak karakterin tënë? Në kuptimin, mja hek do sene që ty s'kam pëlqy si i ri, apo i kështë lon? Jo, i kështë lon, për këndërëzi i kështë lon, edhe i kështë theksu. I kështë theksu për shembull, për shkak se unë në sen, shtu që e thëmë se nuk duhet me tarë marrë për i vetës tonë, kush e konë, as kush je, kush do që e konë. Do me thonë, mu nuk më vjen marrë, mu nuk më vjen marrë as, do me thonë, unë i kalëzhe dhe histori dhe kur i dollëm kanë në re, në rrugë, apëtëm pa ditë kërë zhesh, ju në dollë të djemë bam ka re, gabem më kanë në re, normalisht, shkollë mesme, kanë menu që tërkush. Po unë nuk më vjen marrë me i kalëzu se janë ngjarje që edhe një jetë edhe ti dush, se që ato ose kanë më të bo ma të fort një jetë, ose kanë më të bo ma të ligë, sene, që kushte me realisht dush mi përdorë për me të bo ma të fort një jetë. Se për shpesh të kalëzoj njerë storje tjetës të vetë, ose të kalëzoj një diçka edhe që se mu më ka ndodhë që kja, po edhe në rrujën, njërë ka të flasën, jam kanë folë mu, ja, zdi. Se kitë që shnini këmë posë gjithë matë majse vetë. Po pa rogë me këta vetë. Po, ja, definitivist. Së mund është me mësu. Definitivisht. Do të mu rogë vetë që me... E mira me mësu pi gabime të tjera, është shumë e mirë. Së mund është. Po së mund është njërë se nuk e fillë mas pare. Edhe unë më nisë na me qëtë principin që nëse ty të ka ndodhë që kjo, unë qësh nisë na, thëmë te ke bon që të farë shohën, që të farë levizin që i arde i qëtu, e ke bon ashta një gabim. Unë po munohë na me bo, edhe nëse kom sukses, i bjen që i kom bo një 2 hapa pak ma ndryshe se ti. Kështu që aj hapat këtë për fillimit dhe në fund s'un t'i kalë ta. Ja, s'mune. Kështu që do është komplet... Edhe ndryshe e përjetën aj, ose ajo, bërabër, ndryshe ti, njëtën situatë. Ti e ke po për shumë një liber nëse marëm në te lexojmë, njëtën liber. Njëri ti ishe personazh ndryshe në ndryshe. Apo dhe se është vetë është krijimi, është truni e vetë, apo kupton, është perceptan. Se cilë tru bot në vetë është. Zakonisht në për intervista në fund i pyesin mysafirët ose i thonë një mesazh për aktorët e rinj, një mesazh për të rinjët, apo dhe që ja, une jam fokusu këtë sezon vetëm për të moshuarit. Një mesazh për të moshuarit. Për të moshuarit një mesazh. O, se di sa kam drejt me jo dhanë në mesazh të moshume. S'ka lidhje pse, s'do me thonë që ti, une tash që si jam aktor, s'mëj me thonë ty diçka për aktor e ma. Absolutisht, s'ka. Shtu që? Që, edhe onë, që në sa të mulli? Që kam një dhanë, është problem, shpesh ndodh që për shembull për një punë caktuar, është normalisht që na si të ri në këtë rast e dina më mirë se një i vjetër, apo të qysh. Po ka njëherë krenaria, po flas këtë rast po flas të baba. Të marrë kështu. Se babën e kam shumë shok, por në kanë raporte të tepër të mira, kam shumë dost, është tipi i qetshëm. Po për shembull shpesh kur debatoj me ta, unë i kallëzoj shoqënive. Unë kur spajtona me ta, e den që spajtona, a krah mi dal atina. I them se gabim e ki. Po du të me pas argumentet i për mi thonë dikush. Normal. Qa kësha thonë, du me thonë, për ma të vjetë kësha nëse dikush ma i ri, thotë për një diçka. Që ka të bëj me ma të ri. Po, ka të bëj me ma të ri, po. Po dhe të thotë që është qështu, mos n'goll kam, është qështu që përdhu ti se... Vishë se ki do vjetë. Vishë se ki do vjetë, da mujna me tëmë po. Unë të thëmë të nditën po të bëj rraf, po nuk është ashtë. Kjo është dhe më thonë lidhët me ato, po ti mirë e ki, po nuk është ashtë. Nuk është ashtë. Kjo është shpreja ma e mirë që e për mbledhë. Shpesh për shkakun kur jo më në shoqëni edhe kur kritikoj diçka dhe kur nuk e ka mendimin e njëjtë unë me dikon, unë e çaj deri në fund edhe për Lana dhe them, "Ej, unë me bab tëm për Lana kur s'ka drejt." Po. Kështu që a vjen ju me ty. Po baba me den, a vjen den që po, okay.
Mirë, se te ki kryte ngritur, non po menej qështu të qështu. Prap, nëse ti menon qështu, unë menej qështu, na për shta kena debat. Po. Se nëse menona dy të njëjtë është me ta bo rrafshën e ty. Po. That's it. A vden. Knaqësi për mu me pas në studio. Edhe për mu shumë knaqësi, u knasa shumë. Pyetjet e di që janë kon pak ma ndryshe. Shumë të mira, shumë bravo. Qaq, kështu që faleminderit, pres sezonin tjetër bashkë me Edonin shto me të bo. Lug me të bo. Kena thirrë ty në serial në disa herë. E di valla po më thënë bashkë kur po jam në emision. Kur e ki? Pedene jo kur e kam. Pasha zotit. Qysh e ki kur gjërande? 3:05 e kom gjithë live. Live 3:05? Po. 2 orë veça? Po. Oni vë qa. Po dhe jo, po du me thonë një shëntimi që për shembull se na të hanë gjirojmë. Në të pëshirë kam e në të prit një ftis. Po, na të kena thirë disa herë. Jo, e di, po kur s'tu mos u bë Po, po. Ja kemi me thirë, kisma në amën zotit, kemi me thirë në epizod. E pres. Me edhe falenderit shumë mirë, përfesim, falenderit. U knaqqa, vëllaj, u knaqqa shumë. Njerëz, që kash mosha, po tani ma shumë, që sajnë atë bo ma bet, mos po një ajgore, shihemi në emisionin tjetër.